Jo çfarë vjet e re sot e kësaj dite është një klauzol shumë interesante e vendosur midis dy fuqive të mëdha. Irani duhet të heqë dorë një herë për gjithmonë nga ëndra bërthamore. Kjo ishte diçka, një kërkesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një konfirmim nga ana e Kinës. Irani është midis dy zgjidhjeve, nuk është se ka shumë për të luajtur. Sepse fuqitë e mëdha, të cilët kanë pushtetin, e kanë diktuar vullnetin e tyre. Në qoftë se do të mbijetosh, hiq dorë nga ëndra bërthamore. Në qoftë se Irani do vazhdoj përsëri tendencën për pasurimin e uraniumit, tendencën për të qenë agresor ndaj fqinjve të tij, e kanë shumë të thjeshtë fuqitë e mëdha, në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kanë nevojë ta luftojnë. Thjesht vazhdojnë bllokadën dhe të rrënojnë ekonomikisht. Jemi në globalizëm. Ajo çfarë ka interese më të madh sot është zhvillimi dhe mirëqenia ekonomike. Në momentin që dështon mirëqenia ekonomike, nuk ka asnjë lloj vlere. Regjimi është i prirur të shëmbet nga brenda. Për të shmangur këtë lloj katastrofe, regjimi i Teheranit është i detyruar të bashkëpunojë në këtë momente. Pa çka nëse i pëlqejnë apo jo kushtet e vendosura nga fuqitë e mëdha, që në këtë rast janë Kina dhe SBA-ja. Po ajo që na tregoi historia e kohëve të fundit. Teknologjia amerikane është shumë e madhe. Forca ushtarake amerikane është shumë e madhe. Forca ekonomike e SBA-ve është shumë e madhe. Irani duhet bashkëpunojë me aleatët. Aleati kryesor i Iranit në këtë momente është Kina, nëse flasim për një shtet i cili mund të ndihmojë ekonomikisht. Kina kaloi me SBA-n, bën marrëveshje me njëri tjetrin. Kështu që si do të jetë situata për Iranin, sa do e agravuar të jetë situata për Iranin, sa do të vazhdoj propaganda politike e Death to America apo armatose së vendit, Irani ka të pamundur në kushtet e gjeopolitikës moderne për të pasur një qasje agresive. Gjithmonë nëse duam të flasim për një vend i cili synon të arrijë suksesin, nëse duan të vazhdojnë pikërisht në këtë lloj forme, atëherë e shikoj shumë të vështirë që nëse një Iran me insistimin drejt planit të tip bërthamor do ketë mirëqenie ekonomike. Duhet të zbatohen se s'bën rregullat që thënë fuqitë e mëdha. Këto janë pasojat e rendit të ri global. Na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë e të tjerëve. Qartë, por Rei mendon se Washingtoni do ta pranonte largimin e forcave amerikane në rajon dhe nga ana tjetër a do ta pranonte vetë Donald Trump pra një marrëveshje që shihet si një fitore për Iranin, pra bëhet fjalë për propozimin e ri që ka ardhur nga Irani për Shtetet e Bashkuara, që sigurisht përfshirja e heqja e sanksioneve ndaj Teheranit, lirimi i fondeve iraniane të ngrira, por sigurisht dhe përfundimi i bllokadës në ndaj vendit, pra ndaj Iranit. Mendon se kjo do të shihej gjithas si një fitore e Iranit, të shuajmë edhe nga ana tjetër do të pranohej nga ana e Shteteve të Bashkuara? Unë mendoj se nga fillimi i luftës Irani ka humbur shumë. Do kemi humbje të paktën 6 muaj që shkon pikjat për poshtë. A do të shihej si fitore? Çfarë do lloj mënyre për të shmangur konfliktin e armatosur, do të shihet si fitore dhe duhet të jetë fitore. Diplomacia funksionon për të vendosur paqe dhe stabilitet. Diplomacia duhet shërbejë si një arsye për të negociuar me njëri tjetrin. Diplomacia duhet shërbejë për faktin e vetëm që duhet shmangur katastrofa e humbjes së jetëve njerëzore. Tashmë topi është në dorën e Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan të sulmojnë më. Bota kërkon të jetë në paqe. Irani e ka në dorë nëse do vazhdoj retorikën e luftës apo do shikoj një dritare të re për drejt prosperitetit dhe zhvillimit ekonomik. Nëse jemi në kushtet e tanishme, ne kemi përmendur do vazhdojnë negociatat, po situata nuk do përmirësohet. Do të kemi parasysh faktin që me Iranin në sanksione, me Hormuzin e bllokuar, është Amerika që fiton. Është Amerika e cila shet produktet e saj. Që pa çka faktit se Irani mund të thojë fituam, duhet thoj diçka për të ngopur propagandën politike që ushqen popullin e tij.
Çështja kryesore këtu nuk është a do hiqen sanksionet ndaj Iranit, po a është Irani sot i ndërgjegjshëm për të ulur në tavolinë bisedimesh me aleatët perëndimor, me aleatët e vet lindor, me vendet e tjera globale në mënyrë që të kemi një zhvillim ekonomik gjithë bota, pasi do kemi parasysh diçka për Iranin. Pozicioni gjeostrategjik i Iranit është në qendër. Pra, lidh lindjen dhe perëndimin, lidh Europën me Azin. Është esenciale për ekonominë globale që një Iran të jetë një shtet i fortë dhe me prosperitet. Kjo është mënyra se si duhet të luajë regjimi Ajatollahut nëse kërkon në të vërtetë të mbajë veten në këmbë dhe të sjellë prosperitet për Iranin. Nëse do vazhdohet me retorikën që do shkojmë në negociata, por ne nuk tërhiqemi nga vendimet tona, sepse kemi parë dhe vendime të dyzuara. Pra ulemi në negociata, por ne duam të kemi arsenalin bërthamor. Ajo e cila unë mendoj se mund të sjellë një fund të këtij konflikti të armatosur, është pikërisht ndërhyrja e presidentit kinez, i cili u tregua i gatshëm për të qenë mediator, ende jo formale, pra duhet të kalojnë disa kohë, sepse procedurat diplomatike nuk janë gjëra që zgjidhen sot për nesër. Flasim për diskurse, flasim për pika, flasim për orientim politikash, të cilat duan kohë për të ndërmarrë dhe kohë për të zbatuar. Ajo çfarë ja vlen të përmendet në kushtet që jemi, është që për herë të parë nuk po flitet unë do vi të bombardoj. Unë do vi të shkatroj. Për herë të parë po flitet për një vullnet të mirë që ne të ulemi në negociata, pasi negociatat e bëra pak më përpara në Islamabad u treguan që nuk është se ishin shumë efikase. Pra duhet ndërhyrja një i treti. Dhe i treti në këtë rast është Kina. Është Kina e cila me vullnetin e saj synon të futet në negociata midis të dyja palëve për të sheshuar mosmarrveshjet momentale. Por në fakt reisht të planifikuar një sulm ndaj Iranit, ku presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se e ka shtyr pra sulmin ndaj Iranit, të cilin ishte planifikuar të niste sot ose nesër. Dhe ndërkaq Trump ka shkruar se ishin liderët e Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve Arabe të cilët i kërkuan ta shtynin këtë sulm. Pse Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet ndërhyn për të ndalur një përplasje ushtarake dhe nga ana tjetër, a janë duke u përpjekur ata të shmangin një luftë që mund të destabilizojë të gjithë rajonin në Lindjen e Mesme? Po në kushtet që flasim, duke pasur edhe dijenin e armatimit që përdor Irani, këto vende janë linja e parë e sulmit. Normalisht nuk e duan. Askush nuk e do. Askush nuk kërkon konfliktin në këto momente. Jemi në një pikë shumë delikate. Një lëvizje e armatosur mund të çojë dëm atë çfarë po bëhet momentalisht. Kjo është arsyeja kryesore. Unë nuk mendoj se ky është një vendim i vendeve arabe. Ky është totalisht i vendim i SBA-ve. Nëse Amerika do të sulmojë, të sulmon dhe nuk të pyet fare. E ka treguar më përpara këtë gjë dhe janë të aftë për ta bërë këtë gjë. Por të gjithë vendet, sidomos vendet e rajonit, po synohet të arrijë stabiliteti. Ne duhet kemi në dijenin ton, duhet të dimë që ai rajon ka shumë kohë i cili është destabilitet. Domethënë, destabiliteti filloi që me sulmin i cili çoi në përfundimin e Gazës. Pra ishte 8 shtatori i cili krijoi destabilitetin. Kur u fut Hamasi drejt Izraelit, kur Izraeli më pas u lëshua drejt Gazës, kur pati konflikte në Liban ndaj Hezbollahut, kur pati konflikte ndaj Houthit në jug. Prandaj çështja është e atill, po flasim për një rajon të stërlodhur nga luftrat. Irani në këto momente është katalizatori i cili mund ta mbylli këtë gjë. Prandaj është domosdoshëm që Irani të jetë i stabilizuar. Prandaj është domosdoshme të jetë paqja. Prandaj dhe vendet e Ligës Arabe në këtë moment ose fqinjët e Iranit kërkojnë që të ulen në negociata. Nuk është konflikti zgjidhja. Pavarësisht se këto vende mund ta përballojnë konfliktin.
sepse është teknologjia amerikane, kur të del Uncle Semi përpara, nuk ke çfarë ti bësh. Kjo është diçka e vërtetuar. Prandaj mund të shikojmë një qaste që vendet arabe kërkojnë një farë ulje në negociata, një farë tensionimi të situatës dhe rikthimin e një farë normaliteti. Pasi kemi të bëjmë dhe vazhdoj të mësoj të kjo gjë kostoja ekonomike. Luftrat sot nuk janë më politike. Luftrat janë ekonomi. Kush do bëjë më shumë para? Në qoftë se lindja mesme është në konflikt, vendet që aleatët e SBA-s, pra Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vendet e tjera përreth, Katari, rrezikojnë shumë. Flasin për vendet të cilët ekonominë e kanë të zhvilluar nga nafta dhe nga turizmi. Po i çove në luftë, ja bllokove naftën. Po i çove në luftë, i hoqe turizmin. Po ja hoqe këto të dyja, i hoqe parat. Prandaj